Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga Partia Liberale Egjiptiane, Beton Berisha, ka thënë se është i gatshëm për takim me mandatarin Glauk Konjufca nëse ky i fundit i dërgon ftesë. Deputeti Berisha tha se nuk ka vija të kuqe për askënd, por paraprakisht duhet të pajtohet për bashkëqeverisje. Besoj se qëndrimi tim, e dini se nuk jam pengues, nuk më kanë kontaktuar ende, nëse më kontaktojnë jam i gatshëm për takim. Do të flasim dhe mandeje shohim se si do të veprojmë. Unë nuk kam vija të kuqe për askënd, nuk kam probleme me askënd në parim, por normalisht se nëse pajtohemi paraprakisht, shkojmë në bashkëqeverisje, nëse jo jemi në rregull, tha Berisha. Deputeti Beton Berisha kishte abstenuar gjatë votimit të mandatarit të parë, Albin Kurti, për formimin e qeverisë. Deputeti Berisha së bashku me deputeten bosnjake Dude Balja janë 2 nga 3 deputetët që përfaqësojnë pakicat jo serbe në kuvend, që ka shprehur më shumë skepticizëm për të mbështetur formimin e qeverisë pa marrë parasysh edhe kërkesat e tyre. Edhe deputeti Adem Hoxha nuk kishte përkrahur formimin e qeverisë nga Kurti. Në seancën e 26 tetorit, mandatari i parë Albin Kurti kishte arritur të sigurojë 56 vota për 52 kundër dhe 4 abstenime. Ndërkohë, ditë më parë, presidenti Vjosa Osmani mandatoi kandidatin e dytë nga lëvizja vetëvendosje Glauk Konjufca, por nga vetëvendosje i kanë thënë në RTV21 se brenda 15 ditësh të afatit kushtetues, bestoi se mandatari i tyre do të arrijë të sigurojë 61 votat të nevojshme. Deri më tash, zyrtarisht të gjitha subjektet politike parlamentare shqiptare, PDK, LDK, AK dhe Nisma Social-Demokrate, kanë thënë se nuk kanë votë për Glauk Konjufcën, me arsyetimin e mandatarit nuk tregohet në mungesë të numrave të nevojshëm. Familja e Haki Merit thotë se përballë një opozite të bashkuar, vetëm në mashtrime, populli duhet të zgjedhë koalicionin e shtetit, lëvizjen vetëvendosje, guxo dhe alternativa. Sipas tyre, koha e Maskareng dhe patriotëve të rrem duhet të marrë fund. Përballë një opozite të bashkuar vetëm me mashtrime, populli duhet të zgjedhë koalicionin e shtetit, lëvizja vetëvendosje, guxo dhe alternativa, të vetmit që përfaqësojnë demokracinë, sigurinë kombëtare dhe integritetin territorial të vendit. Cep më cep, miq, koha e Maskarengëve dhe patriotëve të rrem duhet të marrë fund. Ata që dikur fshiheshin pas flamurit, sot janë në robër të interesave personale e dosjeve të errta, shkruhet në reagimin e tyre. Tutje ata konsiderojnë se LDK-ja është shkrirë në PDK dhe se rruga e re e Lumir Abdixhikut pas ka qenë platforma që çon drejt Shikut. LDK-ja, dikur parti e shtetformimit, sot është zyrtarisht e shkrirë në PDK, në atë strukturë të brumosur nga krime, vrasje e komplote ndaj vetë figurave të LDK-s. Rruga e re e Lumir Abdixhikut pas ka qenë platforma që çon drejt Shikut, një integrim aq i thellë sa LDK-ja tashmë është vetëm emër, pa shpirt, pa identitet dhe pa ideal. Në këtë realitet të përmbysur ku mashtruesit shpallen patriote, grabitqarët bëjnë fushat për moral, është koha që qytetarët të mos mashtrohen më. Koalicioni vetëvendosje guxo alternativa është koalicioni bështetin për paqen, për integritetin territorial kushtetues dhe mbi gjitha, për mbrojtjen e Kosovës nga armiqtë e jashtëm apo të brendshëm, të veshur me flamur apo kostum partjak, sepse sot, më shumë se kurrë, Kosova nuk ka nevojë për fjalë të mëdha, por për njerëz të drejtë, të dinjitetshëm dhe të guximshëm, përfundon reagimi.